Mirë, kthehemi në studio dhe flasim pjesën e fundit. Do bëjmë pak dosier, është shumë e pranishme edhe në gazeta dhe në shtyp, por kam profesor Ysen Qëndron, ish ushtarak, kolonel në pension, doktor shkencash. Faleminderit profesor për prezencën në studio. Dhe që së fundmi ka dalë me një botim të ri dhe që i referohet Mehmet Sheut. Reformatori i Ushtrisë Popullore Shqiptare për vitet 74-81, vlerësime, veprimtari dhe kujtime. Zoti Qëndro, i cili ka punuar me ish-kryeministrin, me atëhershëm, i cili shkoi edhe në fundin tragjik në vitin 1981. Natyrisht, zoti Ysen Qëndro do të flas pikërisht për këtë libër, ku ka 4 që thuash anekse kryesore. Kreu i parë, kush jeni ju që shkruani për Mehmet Sheun, me logjikën time i drejtohet një pjesë tjetër, pak histori nga arti ushtarak, metoda e drejtimit si dhe fundi tragjik. Më kuriozon shumë edhe më intrigon shumë, zoti Qëndro, ky aneks i parë, kreu i parë, kush jeni ju që shkruani për Mehmet Sheun? Pse vendosët ta fusni të libër? Se pari një dua t'u falenderoj që më merr një intervistë në këtë ambient kaq të bukura. Faleminderit për prezencën. Unë kam qenë një oficer i karrierës që nga vitin 1962 deri në vitin 1982. Kam kryer detyra të ndryshme në ushtri, por në këtë periudhë që kam shkruar librin, jam emëruar shefi planizimit luftarak në drejtorinë operative. Drejtoria operative në Ministrinë e Mbrojtjes ishte një drejtori mjaft e rëndësishme, e cila domethënë merrej me përgatitjen e planeve të mbrojtjes për kohë lufte dhe tërë organizimin e përgatitjes dhe të përgatitjes të komandave, shtabe dhe të trupave. Domethënë ajo ishte një drejtori që menaxhonte tërë këtë digaster në pikpamje të mbrojtjes. Në këtë periudhë që flas unë në libër, ishte një periudhë shumë e rëndësishme, sepse shënoi një ndryshim thelbësor në krahasim me të kaluarën, sepse ushtria jonë në atë kohë, para kësaj periudhe, drejtohej më tepër nga një eksperiencë e ushtrive të mëdha, ushtrisë sovjetike kryesisht, e cila kishte normat, parimet, konceptet e veta. Dhe deri në këtë kohë ne nuk kishim një doktrinë ose një teori të tonën, të veshur me traditën tonë, me atë konceptet tona ushtarake. Por i kishim marrë andej, domethënë edhe ato aplikoheshin në ushtrin tonë. Po kështu dhe rregulloret ushtarake. Dhe kjo periudhë, domethënë e rëndësishme që shënonte një rritje cilësore të ushtrisë tonë, ishte mjaft e rëndësishme për arsye sepse jo vetëm duhej shkëputur, por edhe drejtuesit e atërshëm të ushtrisë ishim mjaftuar vetëm me ato rregulloret dhe me ato konceptet që kishim mësuar në shkollat ushtarake që kishim mbaruar në Bashkinë Sovjetike. Dhe nuk kishin hartuar një art, domethënë tonin, të shkruar, ku të pasqyroheshin ligjet e luftës, parimet, rregullat që organizojnë tërë këtë veprimtari të ushtrisë. Prandaj ju keni një hapësirë pak histori nga arti ushtarak, të dedikuar vetëm për këtë pjesë, apo jo? Po, patjetër. Veç kësaj, domethënë, pas shkarkimit të kësaj kaste ushtarake, e cila patjetër ishin bashkëluftëtarët e Mehmet Sheut, ishin ajonjë të popullit. Dhe ata patjetër pa qëllim e kanë udhëhequr ushtrinë në atë mënyrë. Por stadi kërkonte që të kalojë në një cilësi të re, një reformim të mëtejshëm të ushtrisë, sepse edhe kushtet e mbrojtjes së vendit tonë, edhe këta që kishim rreth vendit, edhe prishja me traktatin e Varshavës, edhe problemet që lindën, donin një trajtim të ri të problemeve ushtarake. Si në koncepte, domethënë në teori, ashtu edhe në organizimin e ushtrisë. Këta ata nuk e kuptonin, dhe megjithëse kishin dalë tezat e Këshillit të Mbrojtjes, që ishin piketa për të reformuar ushtria, ata nuk i kuptuan ato. Edhe mbajtën të njëjtin qëndrim, bile pati raste që ju kundërvyon. Këtu del tani ajo merita e madhe me Mehmet Sheut, duke gjykuar situatën, duke parë dhe gjendje ku ishte ushtria jonë, ai e mori vetë në dorë këtë. Pasi u shkarkon ata, u shkarkon me tyre dhe për mendimin tim
Ata meritonin të dënoheshin, po jo të pushkatoheshin. Para viteve 74? Po në vitin 74. Në vitin 74? Tu bëhet lafi. Po? Unë ka vajtur në Ministrinë e Mbrojtjes, Thoni për ekzekutimin e 3 ushtarakëve. Zoti Tito Atyre dhe Çako, atyre që Petri futën në Dume. burg. Edhe atyre që futën në burg. Ata ishin për teorinë e kësaj, sepse në fundit, tezat diskutoheshin, dhe po të dili e hapur, t'i thoshim me në veta, nuk ishte një problem, por ata punuan një qikë në fshehtësi, dhe i përgatitën ato kundërvanit, dhe pastaj në debat fitoj autoriteti dhe largpamësia e Mehmet Sheut, sepse ai jo vetëm që i rrëzoi teorikisht konceptet e tyre, por ai kishte hedhur dritë se që duhej bërë. Po mi, pse i drejtoheni, profesor? Pse i drejtoheni një pjesë? Kush jeni ju që shkruani për këtë? Ka abuzime, është spekulluar, është folur kot? Unë kam qenë një oficer, do me thënë që e konsideroja vete një ushtarak, profesionist, që nuk isha shumë një në ushtri. Dhe për të mbesuar, me gjithse mua mjef, se ushtria dhe mjef, edhe shokët e mi, do me thënë, por a i ledzu si juve, për shumë, si mund të ameni, që mund t'jenë skeptik, se kush është ky, që shkruan dhe si e njef, sepse mosha ime me moshën e Mehmet Sheut ishte shumë lartë. Qartë. Edhe, ky është kapitulli i parë për të prezentuar thjesht, pak. Pastaj ajo, se si ka ecur, si jam njohur unë me të, aty trajtohet një për një. Me thënë deri në atë shkallë ku vajta unë dhe sekretari i ti. Dhe ju keni qëndruar për disa vite, gati për 6 vite, apo jo? 6 vite, për krati duke punuar. deri në situacion, deri sa ishte në, sepse Mehmet Sheu, në vitet 1980, mbulon të ushtrin, edhe ishte kryeministër. Qartë. Pastaj, kur vdiq Jusni Kapua, a i mbulon të dhe problemet e ushtris që mbulon të Jusni Kapua në Komitetin Qendror. Dhe me thënë, u ngarkua, si që u ngarkua për ushtrin, u ngarkua të mbulon të problemet e ushtris në Komitetin Qendror. Dhe nga Ministria e Mbrojtjes, mua më mori dhe më të rojqe atje, sepse ishin po prap probleme ushtarake. Dhe unë kam dhenjur atje deri sa vrau vete. Deri tek fundi tragjik. Fundi tragjik e keni trajtuar. Kryesisht keni qenë në punë atë ditë, si jeni njoftuar, çfarë ka ndodhur, diçka edhe është interesante edhe për shikuesit. Unë nuk dua të futem në atë, jo, ajo që keni trajtuar në libër. Është shumë e qartë në libër. Unë dua të prek këtu një çik jo atë problemin e planizimit, sepse edhe ajo është trajtuar në libër dhe nuk ka ndonjë problem. Unë për atë flas me kompetencë dhe janë kontaktet më intime, më të afërta me Mehmet Sheun në këtë planifikim. Kuptohet, planifikimi është një, do me thënë, duke njohur të dy gjendjet, si gjendjen tonë, të ushtrisë tonë, edhe gjendjen e kundërshtarëve të mundshëm, bëhet një parashikim, si që bëhet në çdo lloj ushtrie tjetër. Dhe ky parashikim duhet ishte sa më real, sa më i llogaritur, sa më i mbështetur në faktorët tonë, duke njohur forcat, duke njohur organizimin, duke njohur terrenin, duke njohur drejtimet e mundshme dhe raportin e forcave. Në qoftë se do të përballoheshe me një kundërshtar. Kështu që në këtë anë unë i kam, si thua, dijet e mia dhe vlerësimet të Mehmet Sheun i kam shumë të sakta, sepse janë gjëra të jetuara konkretisht. Por këtu nuk është fjala, domethënë, për të rritur figurën e Mehmet Sheut vetëm në këtë aspekt. Që është një figurë shumë e madhe, për mendimin tim. Edhe po të përfiturosh është, si thua, janë dy rrath që duhen studiuar dhe duhen folur për të nxjerrë figurën e vërtet të tija. E para është si figurë ushtarake, dhe që ka drejtuar që nga lufta e deri këtu ku po flasim. Qartë. Pastaj është rreth i tjetër, shumë i madh që ai ka drejtuar fushat të tjera dhe janë ata ekspert që duhet flasin për këtë. Tash, nëse unë flas për planizimin dhe flas me kompetencë, duhet flas ai i aviacionit, duhet flas ai i ndërlidhjes, duhet flas i gjenjës, i tankeve, i flotës, sepse idetë e tija janë të përhapura, në shumë anekse. Dhe të dhënë ide, domethënë që e çonin punën më përpara. E kupton? Kështu që kjo mbetet një aspekt, ose mund ta them, domethënë mbetet një llampë e ndezur atje në atë errësirën e këtij gjeniu, që duhet të ndizën projektor si këtu që ta ndryshojnë figurën e tij. Megjithatë, zot Hysen,
me që ndodhi ajo e vitit 74, historia dosier që shprekur, keni qenë gjithmonë, ka qenë gjithmonë pjesa e mbrojtjes në një presion të vazhdueshëm që mund të ndodhte çdo gjë nga dita në ditë. Patjetër. Gjithmonë me pjesën ushtarake. Mbas asaj që ndodhi, mund ndodhte prapë. Po. Arrestime, gjyqe. Mirë, jo, në pikpamje ushtarake, domethënë ajo lloj përgatitje që bënim ne, ishte rezultat edhe i presionit që bëhesh nga jashtë. Domethënë, këtyre qinjve që kishim ne një, por flota sovjetike ishte në mesdhe. Flota e gjashtë amerikane ishte prapë në mesdhe. Dhe patrullonin në detin e Adriatik. Që të gjitha këto ishin një lloj presioni në vetvete. Dhe ne nuk mund të rrinim të bënim sehir. Domethënë, ndaj kësaj gjë. Jo, e them për pjesën brenda, mas asaj që ndodhi. Ndoshta prap një grup tjetër puçist ose një tjetër gjë prap mbas asaj mbas ngjarjes vitit 74. Mos keni qenë atë presionin që shikon nga momenti në moment mund vi prap një val që mund t'ju dëmtonte. Jo. Sepse ishte edhe një gjë interesante në këtë anë. Domethënë kjo periudhë shënon edhe fundin e veprimtarisë së Mehmet Sheut. Dhe ushtria pastaj siç u zhvilluan situatat, domethënë pati kohë që ta bënte këtë reformim, po dhe të nxirrte disa objektiva, do të arrinte disa objektiva. Erdhën situatat e tjera pastaj që të demokratizimit edhe ajo mbeti në atë stad. E ndjeve si detyrim ta bëni këtë libër? Po patjetër detyrim. Fikërisht për të kontribut, po? Po, jo vetëm kaq, po ky është një si ta thash, domethënë është një llampë ndezur në duhet shprehen të gjithë. Tërë këto armëve që janë futur probleme shumë të reja, u bë arti ushtarak, teksti është 500 faqe. Tekst që është doktrina ishte doktrina për ne ajo. Se si duhet ndërtojnë mbërtje dhe cilit që konceptet tona. Pasaj u riorganizua ushtria, u bë, do me thë, strukturë e re, që u futën deri tek shkollat e mesme që bënin përgatitje ushtarake. Dhe ishte një gjë shumë e mirë. Ishte një gjë detyrueshme, që ushtria sovjetike për shumë nuk mund ta bënte këtë, sepse kishte potenciale të mëdha, forcash, kurse ne s'kishim në resurset tona, i kishim shumë të pakta për të mbuluar të gjitha drejtimet nga mund të sigurojmë mbrojtja jonë. Prandaj u desh që të futëshin forcat rezerviste, forcat e gatshme, forcat rezerviste, edhe rinia shkollore dhe forcat vullnetare, të cilat këto i u futën në këtë periudhë. U ngarkuan me detyra të posaçme, të caktuara, me urdhra, të cilat ishte ideori dhe ata që ai që... Dhe ka në këtë libër detaje historike të cilat ndoshta nuk kanë qenë të njohura më parë, pra zbuloni në këtë libër, le të themi, vërtet ka risi? Po, pjesa që trajtoj unë në libër është krejtësisht e panjohur. Pra zbardhja një pjesë të re të historisë së kësaj periudhe. Ajo përfaqësonte një planifikim që është tepër sekret. Ai zbulohet pjesë dhe si pas atyre njësive që do t'i zbatonin dhe zyra. Kështu tani që ka rënë ajo, do me thënë ajo është një vlerë historike. Naturisht. Edhe si edhe një bot kuptim ndryshe le themi të situatave që janë argumentuar. Një çështje shumë të vogël. Unë çuditë me kolegët e mi, se thamë në atë rrethin e ushtarakëve, të gjithë rrinë të tërhequr. Megjithëse e pranojnë që kjo ka qenë një figurë shumë e madhe, ata përsëri, do më thënë, rrinë janë të treqër, ose që më duhet mua, e nuk ka pëse të ngatrojmë në këtë punë. Mungon iniciativa. Që dojnë që iniciativë, që vërtet, në qofse ka bërë gabime, të ja thuja gabime, ama ka futur shumë elementari në forcat e mbas se zgjohen nga kjo iniciativë. Profesor, faleminderit. Ishte kënaqësi. Libri Mehmet Sheut nga koloneli tashmë në pension ish ushtarak i lartë Hyssein Qëndro, Mehmet Sheut, reformatori i ushtrisë popullore për vitet 74-81, për gjithë brezin dhe atë brez, jo vetëm ushtarak, po dhe që e ka jetuar ato vite, natyrisht një libër që thot mjaft, sepse natyrisht nuk është vetëm pjesa teknike apo e ekspertizës ushtarake, por natyrisht janë edhe kujtime, por profesori ka lënë këtu misterioze edhe për librin. Nuk në ta shumë, duhet ta fundin tragjik. Po, ndoshta është dhe taktike. Është taktika. Libri pikërisht për Mehmet Sheun nga zoti Hyssein Qëndro. Këtu ne kemi përfunduar. Sigurisht do të përshëndesim gjithë ata që u zgjuan me ne dhe ju referuan këtij minutazhi për të pasur një ditë të mbarë, një javë të mbarë, takimi radhës së nesër në orën 7 si çdo ditë tjetër. Kalofshi të bukur, mirë takofshi. Mirupafshim.